ata shqiptar që kanë shitur shpirtin për një rrogë djallit. Doja t'ju falenderoja që jeni pjesë sot këtu, të paktën nuk do ke mundësin të bëj part dyshin të protestës prenjasit të vendlindjes time. Doja që t'i kuptonit dhe ata janë një popull i shtypur, një popull punëtor që nuk e kanë pasur nga pamundësia të dilnin aty në shesh, por nga presioni i madh që u bëhet atyre. Doja që nga Korça t'ju falenderoja të gjithëve për mbështetjen që më keni dhënë në rrjetet sociale, po ashtu doja t'ju falenderoja dhe ata që kanë komentuar negativisht, s'ka problem, gjithmonë do të gjendet dikush që mundohet thoj diçka, por dua që nga këtu t'ja këndoj me Edi Ramës të gjithë bashkë. Edi Rama, ojdut, 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 Edi Rama, ojdut, ojdut, ojdut. Kurse këtë peleshin a peqimje, si e ka, kyse nuk e di mirë, nuk di çfarë t'i them se këtu në fakt mungon çdo gjë, kurse atia i duket baçe me lule. Dhe na ka vënë sot Iraqi këto lule diellit, këto të bukura janë, po mund të kishte pas pak gusto më shumë, t'u kishte dhënë pak ton më tepër. Megjithatë, më bëhet zemra mal kur ju shoh, edhe kaq sa jeni. Edhe nëse ngeleni një, ne do t'i dalim vatanit ton Zot, e do t'a mbrojmë cep më cep. U bë shkak zvërneci që ne të zgjoheshim. Po më mirë vonë se sa kurrë. Ju faleminderit dhe ju përshëndes.